Habit Mariana Kondi. Kur ishim të rinj, buri më bëri, thash, qyqa, ky nuk më do më. Do i kuptosh kur të rritesh. Kjo ka qenë përgjigja që shumë nga fëmijët gjatë komunizmit merrnin nga prindrit e tyre. Mbi këtë pyetje ngrihet dhe stand-up comedy që interpretohet nga Mariana Kondi dhe Herion Mustafaraj me skenar të Erand Sojlit dhe regji të Ekiana Gjipalit. Kemi qenë të lumtur. Mariana Kondi kthehet pas një kohe dhe tregon komentin që e bëri të shpërthente në lot. Ata tregojnë me humor dhe baza tragjike komike se si ka qenë fëmiria e brezit të tyre, me çelës në qafë tek lagja kur hanin bukë me ujë dhe me sheqer, ku tjetër gjë thuaj në ekran dhe lajme dhe tjetër gjë ishte realiteti. Në këtë bluzë shkruhet Sega la Legna, që unë nuk e kisha iden se çfarë do të thotë, që do të thotë sharojmë një dras në italisht. Ne vajzat e rrugës së Durrësit, nga Pallati i Kulturës deri në korpusin qendror, bënim atë xhiron e famshme. Pastaj kur vinte koha e plazhit ishte akoma më bukur. Nga Iliria deri tek e Kurrudha, bënim xhiron darkë. Unë, me një bluzë të tillë, që e kisha marrë borxh që shkruheshe Sega la Legna, bëja xhiro dhe mezi prisja të shihja tim shoq, ta kisha përballë dhe të qeshnim me njëri tjetrin. Vetëm me atë të qeshur, ne rrinim një muaj. Kishim një kënaqësi të madhe. Mjafton që më qeshi. Gjatë xhiros së bukur e kisha përballë dhe ai më thot, hajde, sharr, hajde. Unë thash, ua, çfarë është kjo sharr? E shoqja më thot, jo moj pale, për çfarë e ka patur? Ecëm sa ecëm dhe u kthyem dhe ishim prap përballë dhe më thot prap, wow, çfarë sharre? Hajde, sharr, hajde. Dhe unë e zeza, po ky kujt i thot sharr? I thot asaj shoqes me siguri, ky nuk më do më. U trishtova dhe u mërzita shumë. E ndoqa nga pas dhe përballë prap më thot, wow, çfarë sharre? E unë i them, ore, ti kujt i thua sharr? E më thot, asnjë njeriu. I them, po ti po më drejtohesh mua? E më thot, po ti e ke të shkruar te bluza. E ke gabim, i them, këtë bluzë e veshim vetëm femrat e bukura. Dhe ika. Ka rrëfyer me humor Mariana Kondi.